Kura djela vjen për alla qikojnë në divan në gjen si zoviq në fole në botën e fëmijëve rrethuar plot magji ku zërat kumbojnë talent dhe dashuri të veçën të mëdhenj të gjithë jemi fëmijë ora e për allave na sjell veç nostalgji gjyshërit në prehër na ulin dhe tregojnë për alla që dikur nga gjyshërit kujtojnë Vjen e djela, vjen dimër dhe pehar dhe busqeshje sjell si drurët në ëmbër Mirëmbrëma, ja ku jemi prapë sërish në të dielën e prrallave në emisionin ton të preferuar dhe sonte ne do të flasim për si kemi kaluar Halloweenin në shtete dhe në qytete të ndryshme, por këtu me mua sonte më ka ngelur kjo shtriga e keqe. Si thoni, është e keqe shtriga apo është e mirë? Unë do ftoj të bashkohet me ne Leandra, e cila do të sjell një material se si festohet Halloweeni. Mirëmbrëma Leandra, mirë se erdhe. Mikrofonin. Mirëmbrëma të gjithë, mirë se ju gjeta. Në këtë tematik sot ne kemi përfshirë se si festohet Halloweeni dhe se si festohet ai në Itali. Halloweeni në Itali është një festë. Leandra, si do t'i përgjigjesh kësaj shtrigës këtu ti? Çfarë do t'i thoshe? Ha? Do t'i thoja që mos i trem shumë. Ka një javë që më ngacmon dhe më thot Halloweeni këtu, Halloweeni atje, ne na pëlqejnë, ne na duan, unë vi, unë iki. Ti çfarë do thuash? Po si që shikon vetë, edhe shtriga është e përgatitur për të ardhur sot edhe për të bërë prezantimet e veta. Atëherë, nëse do të thuaj që Halloweeni është një festë e gëzuar, ajo nuk ndodhet vetëm në Shqipëri, por ndodh edhe në shumë shtete të tjera, si për shembull në Itali, Gjermani, Francë dhe në SBA po ashtu. Halloweeni në Itali është një festë gjithmonë më popullore, por ndryshe nga Shqipëria, sepse ajo është një festë jo zyrtare. Megjithatë, shumë italianë, veçanërisht të rinj, e festojnë me entuziazëm. Festimet përfshin veshjen e kostumeve, shpesh duke frymëzuar nga personazhet e filmave ose krijesat mitike. Festa të ndryshme organizohen nëpër qytete, fshatra me muzikë, ushqime të veçanta. Disa italianë zbukurojnë shtëpitë e tyre me dekorime të Halloweenit, duke përfshirë kunguj të gdhendur, merimanga, skelete, shtriga e tjerë. Edhe pse rrenga apo karamele nuk është aq e zakonshme, fëmijët ndonjëherë shkojnë në shtëpia për të kërkuar ëmbëlsira ose për të bërë ndonjë rreng të vogël. Përveç festimeve moderne, Halloweeni në Itali ka një aspekt tradicional. Është një kohë ku kujtohen shpirtrat e të vdekurve dhe shumë njerëz vizitojnë vendet ku njerëzit janë varrosur. Disa besojnë se në këtë periudhë shpirtrat e të vdekurve kthehen në tokë. Disa rajone si Sicilia ka tradita të veçanta për Halloweenin, duke përfshirë përgatitjen e ëmbëlsirave tradicionale, veshjet e tyre karakteristike e tjerë. Kjo është mënyra se si Halloweeni organizohet në Itali. Dhe sa bukur je pikturuar në fytyrë me këto maskat shumë të bukura. Faleminderit. Unë kam zgjedhur të imitoj Çitën dhe bërë këto punimet e voçkla në fytyrë. Ti më ke përgatitur edhe një video. Nëse ke mbaruar dhe nuk ke gjë tjetër për të shtuar, unë me kënaqësi do të kisha shfaqur videon që ke përgatitur. Patjetër.
mund ta prezantosh. Gjithsesi, para se të përgatitet videoja, ju përqafoj fort. Po ti edhe mund të rish nëse do Landra, sepse në fund të fundit ke përgatitur një video mjaft të bukur dhe mund të bësh një koment në fund. Okej, në rregull. Ma fëmijë, sot, në këtë natë të veçantë, siç e shihni, unë nuk jam vetëm. Jam bashkë me shokun tim më të mirë, Pipokun, i cili zgjedh të vi vetëm një herë në vit. Sot, ai ka trembur shumë fëmijë, ndaj problemi ishte se nuk kam më zë. Atëherë më kam libërsuar mua recitimin e një poezie të titulluar Misteri i Halloweenit. Në rrugë ndisen drita portokalli, kungujt qeshin me dhëmë të bardhë. Fëmijët vrapojnë me torba në duar, duke kërkuar ëmbëlsira pa ndalë. Shtriga fluturon në fshes në erë. Fantazma fshihet pas një dere. Një mace e zezë kalon si një hije, të gjithë qeshin, askush si trembet. Në këtë natë plot ngjyra e zhurmë, çdo fëmijë gjen gëzim dhe lumturi. Halloween është festa e magjisë, që mbush ditën plot me fantazi. Ju përqafojmë fort. Ky ishte në materiali që nga përgatitur. Në fakt ishte shumë ambient i bukur. Kush e ka bërë këtë ambient kaq të dekoruar, kaq bukur këtë ambient? Atëherë të gjitha meritat i shkojnë tezës time, sepse ajo ka përgatitur këtë gjë në mënyrë shumë të lezetshme, pasi ajo ka dhe një kopshtin e saj ku ka bërë këtë organizimin dhe për fëmijët, dhe ma la dhe mua që merresha duke ndihmuar edhe në dekorimin e ambientit. Prandaj. Dhe ti ishe si aq bukur, duke me përgatitjen tënde, dhe unë të falenderoj jashtëzakonisht për gjithçka që bën për emisionin, sepse në fund të fundit ky është emisioni i joni të gjithëve bashkë. Për fëmijët dhe për cilin do që ka dëshirë ta ndjeki. Të falenderoj Landra edhe një herë, dhe unë do të ftoja, Margaritën, sepse na ka munguar gjithë të kohë. Mirë se erdhe Margarita. Përshëndetje, mirë se ju gjeta Alma, mirë se ju gjeta të gjithëve, dëgjuesve, fëmijëve. Ju kërkoj ndjesë, pak, po besoj tani e tute do jem më aktive. Të falenderojmë. Ne kemi nevojë për të gjithë ju. E di. Atëherë kam përgatitur edhe unë diçka se festohet në Gjermani, Halloweeni, shkrim. Nëse ke dëshirë, unë shfaq edhe videon, kështu që të jeni... Okej, ja, edhe mund ta lexoj gjatë videos. Me kënaqësi. Po. Atëherë, në Gjermani këtu ku jetoj unë, Halloweeni është një më fundit. Sidomos mes fëmijëve dhe të rinjve, edhe pse nuk është një festë tradicionale gjermane. Fëmijët dhe të rriturit vishen me kostume të frikshme, si fantazma, vampir, shtriga, skelete e të tjera. Shumë shkolla, klube apo bare organizojnë Halloween party me muzikë, valle dhe dekorime me kunguj, merimanga, rjeta merimange dhe drita të errta. Fëmijët mblidhen në grupe të vogla dhe shkojnë shtëpi më shtëpi në mbrëmje, duke thënë zyse oda zaure, që do të thotë ëmbëlsira apo hitësi. Dhe natyrisht banorët thonë ëmbëlsi dhe u japin fëmijëve karamele, çokolata apo ndonjë dhuratë të vogël. Familjet gjithashtu zbukurojnë shtëpit me kunguj të gdhendur, qërinj, drita të kalli, skelete dhe dritare me figura të frikshme. Në disa qytete zhvillohen tregje të kungujve dhe parada me drita. Halloweeni është kthyer në një festë të përvitshme që mezi pritet nga
kjo ishte ajo diçka e vogël që unë kisha përgatitur, me aq sa shikojmë e dëgjojmë ato që përgatiten që festojnë këtu në Gjermani. Po në fakt sepse kjo festë nuk është një festë që ne kemi trashëguar, E kjo vërtet. festë është një festë e huazuar. Në fakt këtu në Gjermani e festojnë vit për vit edhe e njëjta gjë, domethënë është fëmijët të vishen me ato kostumet, trokasin rreth kësaj ore në darkë, trokasin shtëpi në shtëpi dhe nuk është vetëm një grup, po janë disa grupe që mlidhen nëpër lagje edhe duan ëmbëlsira, kërkojnë vetëm ëmbëlsira. Po, dhe këtë vit tek ne po binte shumë shi dhe më bëri çudi, domethënë që prindrit bashkë me fëmijët e tyre edhe pse binte shi nuk u stepën të mos dilnin nëpër rrugët e qytetit. Edhe kjo është vërtet, Alma, mua më bën çudi, këtu festave edhe në Gjermani nuk i tremben as shiut, as dimrit, absolutisht i festojnë edhe më shumë, nuk u tremben fare. Është ndryshe nga ne në Shqipëri, se ne më shumë i ruhemi dimrit. Këtu jo, këtu i festojnë. Okej, ndërsa unë do të sillja një video shumë të shkurtër se si kalojt këtu në Angli, që nuk është absolutisht asnjë gjë e veçantë, por të themi që dekorimet të tërheqin vëmendjen dhe unë kam ngelur pak fëmijë në këtë për sa i përket kësaj, sepse unë për dekorim jam shumë e çmendur. E ndoshta ju e keni kuptuar. Dukesh. Okej, ja ta ndjekim edhe këtë. Në Angli janë të rralla shtëpit me dekorime për Halloweenin. Për shembull, ky obor është dekoruar me personazhet e Disney. Nuk e fshe dot, mbeta e mahnitur sa bukur e kishin bërë. Unë nuk besoj shumë në këto festa, por për të qenë sinqert, më pëlqejnë dekorimet. Madje jo vetëm dekoroj shtëpinë dhe përdor maska, por edhe tortat, edhe ëmbëlsirat i dekoroj duke ja përshtatur pikërisht Halloweenit dhe këtë do ta shihni më pas. Në shtëpinë time, çdo vit nuk mungojnë dekorimet. Por unë, fëmijë të dashur, dua t'ju bëj një pyetje. Kjo fest na do fren apo na tremb? Unë pres përgjigjet tuaja, pastaj do të përgjigjem me një krijim që kam përgatitur dhe të ta sjell më pas për ju me një vjersh dhe video të interpretuar. Dje shumë fëmijë i shihja në për rrugë, ja pra dhe tortat, ëmbëlsirat, të cilat unë ja u përshtas pikërisht festës së Halloweenit. Këta fëmijë që shihni ju, kjo është Nikole vogël, ndërsa ai është Samueli. Ja pra dhe dekorimet që bëjmë vit për vit në shtëpi. Janë gjithmonë të ndryshme. Po, edhe maskat që përdorim. Vërtet shumë bukur. Aha. Në fakt tek njëra maska ty kam qenë vjet në emision. Nuk e ti s'ke qenë vjet. Jo, s'kam qenë, jo, nuk kam qenë vjet. Halloweeni, Halloweeni unë mendoj se më tepër për fëmijët
Ju gëzoj më tepër karameleve? Ja edhe fëmija këtu mes jush. Urdhë. Shiko që s'më mungojnë edhe mua këtu. Po të paktën na takon edhe ne kur është festa për fëmijët të bëhemi fëmijë, të ndjehemi fëmijë. Unë jam kurioze se si e festojnë në Korçë Halloweenin, edhe për këtë do ftoj shqiponjën dhe e tregoj. Mirëmbrëma Shqiponja. Mirëmbrëma, mirë se ju gjeta. Mirëmbrëma dhe vajzës Leandrës. Ishte shumë e përgatitur dhe shumë bukur. Ka një finesa jo kur flet, më bën për vete. Kemi dhe Sindin që vjen ndoshta më pas. Unë do doja në fakt ishte Sindi para meje, se kemi të voglin e grupit. Po unë ëmbëlsirën e le gjithmonë për në fund. Mirë, jam dakord se sa do thosha, po ndonjëherë më shija si hon. Të them të vërtetën doja ta ftoja që në fillim fare, që kur jepej kënga, sepse shikoja aty në prapa sken që këndonte mbas muzikës dhe sinqerisht gëzoja sepse do të thotë që edhe muzika dhe kënga e emisionit është e këndshme, është e bukur. Është vërtet. Dhe Sindin po ma aprovon me shenjë. Edhe Margarita po gjithashtu. Do ta fusë dhe Sindin sepse do ta ftoj dhe Sindin të vi mes nesh. Mirë, më mirë të jemi këtu. Mirëmbrëma Sindi. Mikrofoni. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhe. Kush të ka raur ty më da ka bërë faqe me kapsa. Ajo është Merimangë, s'ka. Edhe neve I kemi bërë ato dikur. Fëmijëve ju kanë lezet, po në fakt rritrit më duket një gjë si tepër, po fëmijët e kanë atë për të bërë diçka ndryshe. Gjithsesi jam e lumtur që janë mesin tuaj dhe O Shqiponja, të them një episod të Vockël? Para se të vinim këtu në Itali, vajzat e mia ishin akoma të vogla dhe donin të dilnin në darkë, por vetëm, jo nuk duam na vishti nga mbrapa, nuk dua. Po binte edhe një shishte, një kohë e keqe dhe unë e prekupuar thash, si do t'i lë vetëm, edhe bashkë me to ishte edhe kushurira e tyre që ishte pak me rritur, dhe ajo që më thoshte të Talma, hajde se unë kam frikë, nuk dua të shkoj vetëm. Dhe fëmijët që thoshin, jo, ne duam vetëm, se të gjithë kalamaj dalin vetëm. E thash, ç'më gjeti. Edhe unë I thash, okej, ikni vetëm, I hipa makinës, dhe më e bukur se ishte me temperatura të natë, ato para unë nga brapa fshehur, si hajdut. I sigur I përgjoj në çdo hap, o po mikën, o po nga majtën. Erdhi një moment edhe I thash, mbesa që më ruante nga mbrapa isha apo sisha, sepse kishte vërtet frikë, dhe unë I marr në telefon I them, mama, bondetët, tani duhet të ktheheni në shtëpi, se unë jam e prekupuar duke u pritur vetëm në shtëpi. Shpejt ktheuni tani. Dhe kur e pash ato morën rrugën, unë me vrap me makinë, u futa parkova. Prandaj them që festa Halloweenit është më shumë një gjë gazmore për fëmijët. Pa ditur se çfarë rëndësie ka Halloweeni ose çfarë të merrish brenda. Do them të vërtetën, as unë nuk dua të shkoj më tutje Shqiponja, thjesht I gëzohem kungujve që gdhëndim aty që simboleve, dritat më japi një alegri të jashtëzakonshme në çdo periudhë dhe në çdo fest, nuk e moj dot, dhe tani me zor pres që do mbledhim dekorimet e Halloweenit edhe do të vendosim, do të nxjerrim të Krishtlindjeve. Sindi, mund ta marrësh dhe motrën afër, s'ka gjë. Se po vjen aty ka qeftëri me ty, le të vijë ajo, s'ka gjë. Nuk dëgjohet Sindi. Megjithatë, a të vazhdoj? Po, edhe unë do të shfaqj videon. Mirë. Pra të dashur fëmijë, unë do t'ju tregoj një pjesës të vogël se si festohet Halloweeni në Korçë. Korça e ka veshur petkun e Halloweenit si çdo vit, por dje. Në fakt është festuar duhet në 31 dhe jo në 1, por është tip biznesi më tepër Halloweeni dhe që për të qenë dyqanet e gjitha hapur dhe të bliheshin ato që duheshin, është festuar dje. Mund të ndërpres pak Shqiponja? Po. Të gjitha festat në çdo fest futet edhe biznesi, sepse
shiten, dhurata, dekorime, gjithçka. Shpjegova. Po. Patjetër që është biznes, çdo gjë është biznes, edhe fryma që marrim ne biznes është, se e marrim për të jetuar, e shkëmbejmë. E po në fund të fundit nuk të detyrojnë, nëse ke dëshirë i blen, unë për shembull që jam e çmendur, edhe sot që kishte kaluar Halloween, bleva 2 kunguj atje të zbukuruar. Edhe unë i bleva një kungull dhe pse them që Halloween nuk është në një fest për të bërë bum, po gjithsesi ne ecim pas turmës. Kjo është e keqja e popullit. Hikën një përpara, në stadin e ka bërë të fort, tha po vrapoj me vrap, tha jo se kam frikë, tha shokush po më ndjek. Në stadin i vrap e populli vrap. Për qeshur shumë edhe kjo. Ashtu. Atëre, si që thash, e ka veshur petkun e Halloweenit dje, një pjesë e mire lokaleve përgjatë pazarit vjetër të pedonales apo të bulevardit Republikës, ishin bërë gati, ishin zbukuruar për ditën e ringjalljes së shpirtrave që festohet gjithmonë më 31 tetor. Kungujt janë simboli i kësaj feste që janë shpërndarë kudo në çdo shesh të Korçës, aty gje kunguj e ka sa të duash. Po ashtu nuk mungonin as fantazmat, kafkat, lakurisht e natës me rymangat e varura që të binin përsipër, gjithçka e frikshme që lidhet me botën e të vdekurve, ishte e pranishëm në këtë dekor feste, që vitet e fundit, siç e thash dhe më përpara, ka nisur të kremtohet gjithësisht në gjithë qytetet e Shqipërisë. Të rinjt janë ata që bashkohen më shumë festimeve me kostumet e larmishme, që zgjedhin për të hecur dhe natën vetëm, se siç e tha dhe Alma, vajzat ose fëmijët vetëm nuk mund t'i lëmë në këtë fest kaq të madhe, gllabëruese do të thosha, me fantazma e me fytyra të mbuluara, është frikë po ta mendosh të lësh fëmijët vetëm. Kostumet zakonisht i personifikojnë personazhet e frikshëm, të frymzuar nga filma thriller ose të showbizit, që kanë krijuar gjithashtu një stil të tyrit dhe janë bërë trendi tashmë. Këtu në Korçë njerëzit shkojnë edhe vizitojnë dhe njëri tjetrin në për shtëpira, më pas mlidhen në për lokale për të festuar. Pra, për Halloween i ke bujtinat plot për plot. Nga çdo vend të Shqipërisë ishin mbledhur në Korçë. Por më e bukur është se janë fëmijët ata që gëzojnë më shumë se çdo gjë tjetër. Unë në fakt kam zgjedhur dhe si e festojnë fëmijët disa ide. Më thënë si festojnë fëmijët, me që jemi në emisionin e fëmijëve, nuk dua t'i ngatroj me të rriturit, pasi kam edhe disa figura këtu si që kam dhe Alma, i çove deri në fund nuk e di, i kam thënë se çfarë veshjesh bëjnë fëmijët, dhe disa ide që në shtëpitë tuaja, nëse e keni pasion dhe e zbukuroni, krijojmë çanta kartoni me kungull, i pikturojmë bukur në format të kungullit, i vendosim dorezën dhe e bëjmë si çantë për të vendosur kungull tjetër brenda të vegjël, për të vendosur kashtën, për të vendosur vezë ose një maskë. Bëjmë ëmbëlsira me merimanga, maska, kunguj, çfarë s'bën në Korçë, ti shikosh dhe në dyqane shiten shumë. Kungulli është elementi kryesor i Halloweenit. E lyejmë kungullin dhe spërkatim me një ngjyrë tjetër, nëse është kungull i bardhë e bëjmë të në ngjyrë portokalli. Shtëpinë e dekorojmë me të llombace, bëshë më parë si vjet nuk kishin bërë shtëpitë dhe me merimangat varura, nga vjet e tutje varshin merimangat në çdo shtëpi i varnim, se gja ishte bukur, s'ta vinin të këqija, s'ta vinte, siç ta thoshin. Fëmijët pikturojnë të llombacet dhe krijojnë edhe letra nëse do të donin. Ishte një figurë aty me fëmijët që kishin bërë vetë të llombacet me figura. Bëjmë fytyrën me vizatime të ndryshme siç i ka bërë dhe Cindy sonde me atë rrjetën e merimangës, po bëjnë edhe me të vrarën, bëjnë edhe me atë lotin ose me zëmra të çara, bëjnë shumë lloj figura prindesh që unë zot isha dakord të shëntonin fëmijët tanë të bukur. Kjo për shembull është bërë me gojën me gjakë dhe ato syt me atë të zezën. Por këto i pranon Halloweeni. Nëse do të vazhdoj Alma përveç kësaj dhe me simbolet kryesore të Halloweenit, unë do ta le, më thënë dëshirën të ne ta vazhdoj tani ose më vonë, pas Cindit mbase. Alma nuk është për momentin. Është dëshirën shqiponja. Ta lenim Cindit të fliste, se pastaj mbas Cindit e lidhim prapë. Kështu edhe lexon mesazhet Cindy. Po. Të prezantohet njëherë, pastaj mesazhet. Se ka, nuk e dal me prezantim çupa, të prezantohet njëherë. Të flasi punën e saj dhe më pas lexon mesazhet, se këtu jemi ne. Patjetër.
Edhe në këtu ku jetoj unë, në Laç, festohet Halloweeni, vishën kështu me personazhe të ndryshme. Fëmijët shkojnë në përlagje dhe mbledhin karamele dhe kështu si çdo qytet tjetër. Unë kam përgatitur një Më shpetoj ky detaj se vjen edhe këtu i bien derës. Unë kam përgatitur një përrall të frikshëm dhe titullohet Evangelina. Në një pyll të largët, në një shtëpi thellë në atë pyll, jetonte Evangelina, e bia e një druvari. Nëna kishte vdekur gjatë kohës kur po sillte në jetë Evangelinën, ndërsa jati e kishte lënë në moshën 10 vjeçare, pasi kishte vdekur duke nxjerrë dru në atë pyll. Një ditë, duke prerë një lis, Antonin, babain e Evangelis, lisi e kishte zënë përfundi. Duke qenë se Evangelina ishte e vogël dhe nuk ishte e aftë të kujdesur për varrimin e të atit, kaluan disa ditë derisa fshatarët të fshatrave më të largët e bën atë. Disa fshatarë i propozuan Evangelis që ta merrnin dhe të jetonte në shtëpi me të, por ajo nuk pranoi, duke thënë se nuk donte të lindte vetëm, të vetmen pasuri dhe të vetmet kujtime që kishte nga ëma dhe jati. Dhe e vetme në shtëpi, shpesh herë Evangelinës i duke sikur i dëgjonte hapat e nënës së saj. Shpesh herë gëzohej, por shpesh herë trembej dhe mërzitej. Një ditë, duke ecur pranë vendit ku jati kishte vdekur, Evangelina shehie një burri që po qëndronte mbi trungun e vjetër dhe të kalbur, që dikur kishte qenë lis i fuqishëm dhe kishte zënë trupin e babait të saj. E friksuar dhe e trembur, për disa momente mbetet e shtangur. Pastaj vendos ta vëshkojë fshehurazi hijen e burrit që po qëndronte mbi lis. Ndërkohë që po e vëshkonte, vuri re se hija po mërmëriste ca fjalë, por nga që Evangelina ishte larg, nuk i dëgjonte mirë. Por hija u shtu. Evangelina u ul mbi trung dhe filloi të qante. Për disa ditë me radhë, ajo vazhdonte të shkonte në po të njëjtin vend, me shpresën se do ta shikonte përsëri. Në të vërtetë, ashtu ndodhi. Një ndër ditët që Evangelina shkonte tek trungu, duke pritur të shikonte ndonjë gjë të re, një dorë prek supin e saj. E trembur, ngrihet në këmbë dhe kthehet me fytyrë nga deodoren. Ishte vizioni i babait të saj. Më fal bia ime, nuk doja të trembja. Evangelina kishte mbetur e shtangur, nuk dinte si të vepronte dhe çfarë të fliste, ndërsa zëri vazhdonte t'i kumbonte në veshin e saj. Më fal bia ime, por ikja ime e papritur dhe mënyra se si të lash ashtu të vetme dhe të pambrojtur, shpirti im nuk po gjen rehat. Sillem këtu si hije që nga dita kur unë kam vdekur. Bia ime, shpresoj shumë që një ditë të më falësh. Evangelina shpërthen në lot dhe i thot: nuk ka asgjë për të cilën të më kërkosh falje, sepse nuk ike me dëshirën tënde. Shpresoj që të bashkohem sa më shpejt dhe ty, edhe me Marmin, erën e të cilës nuk e ndjeva kurrë. Evangelina mbyll syt dhe drejtohet drejt hijes për ta përqafuar, por sa po bën 2 hapa, ndjen se hija nuk ishte më aty. Hap syt dhe shikon që përveç pemëve, barit dhe zogjve, nuk ishte asgjë tjetër që e rrethonte. Evangelina bie në gjunjë dhe qan me dënes. Qan me dënes, sa edhe malet duker sikur qanin me të. E gjora Evangelin, sa shumë po i dhim të zemra. Nga ajo e qarë që kishte marrë malet, kodrat, fushat dhe që dëgjoj anë e kënd, malet, për një moment, e kaploj qetësia. Zemra e të vuajturës Angelin kishte pushuar. Edhe pse kishte qarë aq shumë, sa zemra i kishte ndaluar, në fytyrën e saj kishte marrë hijen e një buzëqeshjeje. Edhe pse ajo kishte vdekur, zemra e shpirti i saj tashmë ishin bashkuar me prindrit.
sa shumë e kishte pritur ajo këtë ditë. Faleminderit dhe kjo ishte përralla që kisha përgatitur. Bravo, Cindy. Shumë e bukur. Të lumë të goja. Falenderoj. Alma, hap mikrofonin, Alma. Unë kam 2 orë që flas. Faleminderit Cindy për përrallën. Unë do ftoj edhe Leandrën, sepse unë do t'ju bëj një pyetje. Ju vërtet I trembeni festës së Halloweenit? Nuk është një trembemi, po duket në një mënyrë argëtimi festa e Halloweenit. Por në fakt nëse do shkonim në rrënjët e kësaj feste, janë vërtet frikshme, por unë jam e bindur që jo vetëm brezi juaj, por edhe unë e shikoj si thjesht si një festë të fryese. Shikoj, domethënë, nuk shkoj përtej dekorimeve. Gjithsesi, unë do të sjell një video që vërtet tregon ku fëmijët e shikojnë thjesht për argëtim. Në shtëpin, për karshi, mbushur me skileta dhe minj, dhe një shtrig mbi një fshes, po zbret nga çatia dhe qesh. Kunguj plot dhe drita shumë, plot fëmijë rrugët me zhurmë. Halloweeni është në qytet, supermerkati me festën flet. Diku një mask që të ngjall frik, do të vras tot me vrap, ik. Por sot, dhe unë shtrig jam bërë, tërbova shtëpin të tërë. Mora një qarqaf të zi. Gishtat me reçel nise lëpi. Ullë ras, ky është gjak. Dhe në krah kam vënë një shpat. Qesh gjyshi me mustaqe. I dua unë them, ti ngjis në faqe. Bolle frikshme je për sot, karamele xhepat plot. Thot babai që kthehet me ngut, një çokoladë në xhep më fut. Ja, dhe pak dali në rrugë, motra e vogël nis më lut. Dua dhe unë të vi, njerëzve t'ju bëj magji. Shportun me karamele të mbush, del dhe nëna e puth në gush. Dhe një mask I vë në kokë, është ora të dalim tokë. Shok dhe shoqe, një grup I madh, gara për karamele u shpall. E nisën vrapin, shtëpi më shtëpi. Kjo fest solli veç alegri. Ja, çfarë do më thoni tani? Është e frikshme kjo festa apo jo? Përveç faktit që unë isha e frikshme. Varet në këndvështrimi, se fëmijët e marrin për të luajtur, është një gjë argëtuese. Të rriturit që ja din kuptimin, thonë është kot. Apo jo? Megjithëse edhe ne të rritët jemi pak fëmijë. Në fakt, unë do të thosha Alma ishte fantastike njërë, të përgëzoj sa e bukur, e kishe përgatit shumë bukur, por unë kuptoj që këtu në Gjermani edhe të rriturit festojnë njësoj si fëmijët këtë fest. Ata vishen, zbukurohen, njësoj si fëmijët. Edhe në Korç, kështu bëhet, e njëjta gjë është. Gëzojnë aq shumë se kur është fest, megjithatë, në mënyra të ndryshme e shpjegojnë ndryshe, gjithsesi prap festojnë. Unë them se e bëjmë për fëmijët edhe të rriturit për t'i gëzuar ata dhe t'i shoqërojnë në një farë mënyrë ose mos të kemë frikë fëmijët nga ato fantazmat, nuk e di, po vishen njësoj edhe festojnë të gjithë njësoj. Të them të vërtetën, shumë njerëz nuk besojnë absolutisht as në fantazma. Prandaj edhe kjo frika mendoj është pak larg mendimeve të fëmijëve edhe të shumë prindërve.
Edhe më vjen mirë që e mendojnë kështu. Nëse do doni t'ju asqaroj unë se në mënyrën time, Të falenderoj, do kisha dëshirë vërtet atë gjoja. nëse ke më diçka, ato. fale. Jo, unë kam dëshirë që ta atëherë lexoj mesazhet dhe pastaj lexojmë. Lexoj mesazhet. Okej. Të falenderoj Shqiponja. Kemi shumë mesazhe. Ilir Mersini, në kohën e Enverit e bënim bukur. Të falenderojmë. Mësuese Bona Abazi, urime dhe suksese. Shumë faleminderit. Vita Cina, bravo, një emision kaq të bukur. Bravo Leandra, je një vajzë shumë e përgatitur. Të falenderojmë. Nerminete Dëmjeri, përshëndetje. Teuta Sadiku, përshëndetje paneli i emisionit në botën e fëmijëve. Ju uroj suksese. Falenderojmë shumë. Indra Dedja. Sigurisht. Indra Dedja. Bravo, një emision kaq i bukur. Të uroj suksese Leandra, drita e shtëpisë tonë. Të falenderojmë. Atri Kalli. Përshëndetje. Adri Kallashi. Përshëndetje. Niko Seferi. Të lumt artistja e palodhur, poetja Alma Mehmeti, për këtë emision kaq të bukur, shumë gazmor. Urime të gjithë pjesëmarrësve në këtë emision për ditën e Halloweenit. Të falenderojmë. Bravo Leandra, jemi krenar me ty. Falenderit. Dhe na dërgon zemra. Pilo Zyba, mirëmbrëma emisioni. Ju uroj mbrëmje të qetë të bukur, emision të suksesshëm në rrugën e sukseseve tuaja. Të falenderojmë. Hajdar Akos, mirëmbrëma, 3 gra shqiptare. Ju uroj programe të mira. Faleminderit. Laura. Mirëmbrëma. Uli Goburi. Rrallë bëhen emisione të tilla ku prezantuesit bëhen një me personazhet dhe temat e ditës. Jeni të përkryera pa përjashtim. Ju lutem. Të falenderojmë. Luli do të tjetë. Bravo për organizimin. Të falenderojmë. Ida. Urime. Një emision si ky nuk e gjej në asnjë televizion. Jeni unik. Të falenderojmë. Ida është një vajzë mrekullueshme që dikur ka qenë në emisionin e Teta Shqiponjës. Do ta sjellim dhe këtu. Patjetër. Dhe mbante një emision, domethënë një emision të tërë në natën e saj ku fliste, po Shqiponja ti mund ta shpjegosh më mirë. Ida është me aftësi të kufizuara, është në karrocë, po është një vajzë shumë e mençur, shumë e zgjuar, ashtu në mënyrën e saj me atë vështirësinë e të folurit, afrohet aq shumë dëgjuesit sa asnjëri sot që ka defekt. Pra, unë ja kam thënë më përpara për mos të ndjehet keq Ida dhe kam prezantuar gjithmonë si Idën e talentuar. Mund ta sjellim këtu përsëri të na thot prallat e saj, fabulat e saj, është një vajzë shumë e përgatitur. Po, është vërtet. Kam mesazhet mbaruan, kështu që Shqiponja është rradha juaj. Po. Atëre. Nuk janë tëra fjalët dhe mendimet e mia, e kam marrë në bashkëpunim të një shkrimi që gjeta aty, kam hequr më të frikshme dhe kam lënë më të rëndësishme, kam shtuar diçka nga vetja. Për mos thënë që gjithë këtë e kam bërë unë, sepse nuk dua merita pa bazë. Pa qenë e vërtet. Halloweeni nga vjen dhe çfarë është kjo festë? Festa Halloweenit po bëhet akoma dhe më shumë popullore. Në vendin tonë gjithmonë, flasim për Shqipërinë. Çdo tetor vitrinat e dyqanave mbushen me kunguj dhe shtriga.
Datën 31 shumë veta vishen me maska të frikshme, fëmijët shpërndajnë karamele dhe çokolata. Po çfarë festohet në fakt? Nga vjen Halloweeni një. Tradita e Halloweenit vjen që nga tradita pagane e fiseve kelt, që 2000 vjet përpara. Kjo ishte festa e tyre dimërore. Viti i ri në të cilin nderoi Zoti të vdekurve. Kjo festë kërkonte sakrificë njerëzore. Kur katolikët i kthyen keltët në krishtërim, ata e kthyen këtë festë në një festë krishtere duke përzierë traditat pagane me traditat katolike. Irlanda është vendi i vetëm, pra shteti i vetëm ku kjo festë është kombëtare me fishek zjarre dhe fëmijët kanë pushime për një javë. Por çfarë do thotë emri Halloween? Mbrëmja para ditës së të gjithë shenjtorëve, dita e të gjithë shenjtorëve, e cila është një festë katolike që festohet pra në 1 nëntor për të kujtuar të vdekurit, duke përfshirë dhe shenjtorët Hallows, martirët dhe besimtarët e heshtur. Fjala Hallow në anglisht do të thotë i shenjtë, të shenjtëruar ose të shenjtërosh. Lutja e Zotit që na mësoi Krishti që fillon me fjalët atyën që je në qiell u shenjtëroft emri yt. Ka njerëz që festojnë Halloweenin duke pohuar që me këto maska të shpifra përqeshin vdekjen. Ka njerëz që festojnë duke bërë humor, pra me dashuri, duke i trembur, duke ju krijuar pozicione të ndryshme e duke sikur festojnë së bashku duke njohur njëri tjetrin. Megjithatë kjo është vendosur se sa të mençur jemi ne për të dalluar këtë gjë. Po nga vijnë kostumet dhe maskat e Halloweenit, njerëzit në përshekuj vazhdojnë të besojnë që gjatë natës së Halloweenit të gjithë shpirtat e likë dhe fantazmat shëtisin lirisht nëpër tokë, duke bërë shaka me njerëzit e gjallë. Prandaj njerëzit ndezin qirinjt, fenerët për të mbajtur shpirtat larg shtëpive të tyre. Dhe nëse dikush u detyrua të dalë nga shtëpia, ai është veshur ose ajo është e veshur me maskë me qëllim që t'i mashtrojë këta shpirtra. Tradita e kungujve nga vjen. Gjatë festës së Halloweenit fëmijët shkojnë der më der për të lypur ëmbëlsira. Edhe kjo është një lloj tradite që bëhet një përzierje të dieve pagane me atë katolike. Tradita e kungujve vjen për të treguar që ne kemi bereqet, se kungulli është edhe gjell, edhe buk, në rast të thatësirash, në rast të kështu, si thon, që bëhen qametet, që bëhen mbytje, djegje, zjarre të tëra, kungujt janë me lëkura aq të fortë që edhe sikur të digjen nga jashtë, brenda janë të pjekur dhe njerëzit nuk mund të vdesin kollaj nga uria. Ndaj ka mbetur tradita dhe e kungujve që vën dhe për më tepër për t'i trembur njerëzit që ka dhe më keq, sepse edhe kungulli kthehet në një fantazëm. Njerëzit e mesjetës që nuk kishin aq besim te Zoti, vazhdonin të bënin dhe fener prej kungujsh për të siguruar paqen me frymët e liga. Ata akoma kishin frikë dhe se besonin që Zoti do t'i mbronte. Duke parë këto frikacak, disa vetë filluan të kënaqeshin, duke bërë shaka me komshit e tyre dhe duke hedhur fajin shpirtëve. A ja vlen ta festojmë këtë festë? Nëse shohim veten si besimtar, ky është mendimi im, përqafojmë idet tona të pastra dhe nuk ngatrojmë errësirën me dritën. Të luash, mund të luash me gjithçka, nëse ti din të luash ose din të mbash lojën, por ama që të falësh dhe të besosh, duhet të dish se nga ka burimi, nga vjen dhe ku shkojmë. Të gjithë ne jemi bij të dritës dhe bij të ditës dhe nuk jemi as të natës dhe as të territ. E megjithatë, dhe në errësirën e festojmë, edhe në dritë ne festojmë. Jemi të njëjtë pa ndryshuar identitetin dhe karakterin. Mbas kësaj do doja t'ju jap dhe një poezi të Shaqir Nenës, Nina, Shaqir Nina, e më pëlqeu e mënyra mbas kësaj që lexova për të thënë Halloween. Sonde këtu, këtë natë ka nisur të gjëmoj. Tuti e horizonteve ka nisur të nxijnë. Koha është e ftohtë, janë ndërruar stinët. Në qiellin e lagur po vinë Halloweenët. Sonde shiu bie mbi tokë e mbi varr, të vdekur që mblidhen këtë natë të madhe. Në flakën e zjarrit të zënë dorë për dore, me zbrit mashtërbimi kërcejnë e edhin valle. Sonte janë një, të gjallë e të vdekur. Kërcejnë rreth zjarrit me flakën e thekur. Shpirtra që u lërasin e që therin natën, maska në rrugë që të kallin datën. Sonde shpirtrat janë të plot pushtetshëm. Përçojnë mesazhet e jetës së përtejme. Dhe unë bashkohem me ta,
dhe maskën mbaj, vetëm për sonde, se nesër jeta ndjek rrjedhën e saj. Pra, mbasi lexova dhe këtë poezi, në qoftë se do të kemi kohë, apo ka dikush diçka tjetër, kisha dhe një gjë tjetër, po. Kisha dhe diçka tjetër, po s'po i gjej. Atëherë unë do... E gjeta. Qofse më lejoni, ta vazhdoj mirë, po ashtu e vazhdoj më brapa. Patjetër Shqiponja. Do të tregoja 10 simbolet kryesore të Halloweenit, po mos ju lodha juve duke më pritur mua. Mbas keni diçka, unë pres. Atëherë po ndjekim videon e Suzanës dhe pastaj vazhdojmë me informacionet e tjera, okay? Po, mos bëhemi të bezdisura. Faleminderit. Mbrëma të dashur fëmijë, erdha dhe unë kungull me këtyre shpirtrave këtu për t'i respektuar, për t'i mbrojtur këto shpirtre të dashur fëmijë. Halloweeni në Amerikë festohet për të respektuar shpirtrat dhe gjithashtu të njerëzve që kanë ikur nga kjo jetë fizikisht dhe gjithashtu ka qëllim për të argëtuar në këtë festë të bukur që festohet këtu në Amerikë sot në datë 31 tetor. Fëmijët gjithashtu veshin kostume të ndryshme, të larmishme dhe marrin shportat në duar dhe shkojnë shtëpi në shtëpi për të mbledhur karamele. Kjo është një ditë shumë argëtuese për fëmijët këtu në Amerikë, po ashtu dhe për të rriturit. Ju përshëndes dhe ju uroj një mbrëmje të këndshme. Të falenderojmë Suzana që je gjithmonë një pjesë e rëndësishme e këtij emisioni. Edhe pse nuk je këtu, shpresojmë që nuk je duke shëtitur të mbledhësh akoma karamele dhe sot. Okej. Po, Cindy, më thuaj? Po, unë kam një poezi që e kam marrë nga interneti. Dhe unë të dëgjoj, ne të gjithë bashkë të dëgjoj me kënaqësi. Faleminderit. Është shkruar nga Albi Lushi. Titullohet Më jep një maskë për sonte në mbrëmje. Më lodhi fytyra ime raskapitur nga vitet. Ta qëndis me spango e ta shtur me ëndje. Siç bëjnë çdo ditë hipokritët. Më jep një kokat që t'i vesh me qalme. Dua ca koka deputetësh e kryetarësh. Hoxhës t'i vë maskën që t'ngëndojnë pllame, prifti të furras në majtë të minares. Të qeshim e të qajmë për i qefit a për i hallit. Na duen ca koka gjyqtarësh e prokurorësh, ca maska partizanësh për njerëzit e ballit e për spionët ca koka dëshmorësh. Plot me 2 fytyra edhe me 3 paska. Qerë edhe të tjekur, zhytur në mëndzyrë. Kushto që jetoni, plot një jetë me maska, ka vdekur i pa fytyrë. Bravo. Bravo. Shumë domethënëse. Ta vazhdoj unë apo ka Leandra? Unë kam marrë një informacion të shkurtër, nëse dëshironi, mund që edhe mos e lexoj, nuk është problem. Patjetër, si ja. Hape mikrofonin, Alma. Lexoj, Leandra, lexoj. Okej. Halloweeni festohet çdo vit me 31 tetor.
Në këtë ditë, fëmijët vishen me kostume të ndryshme si shtriga, vampir, fantazma apo personazhe të bukura nga përrallat. Ata dalin në rrugë dhe trokasin në dyert e shtëpive, duke thënë trick or treat, që do të thojë shaka apo dhuratë. Njerëzit zbukurojnë shtëpitë me kunguj të prerë, qirinj dhe figura të frikshme. Në shumë vende bëhen festa me muzikë, lojra dhe ëmbëlsira. Fëmijët argëtohen shumë sepse mund të vishen si të duan dhe marrin më shumë karamele. Halloween është një festë gëzimi dhe fantazie, ku të gjithë buzëqeshin dhe kalojnë kohë të bukur së bashku. Edhe pse ajo ka pak mister, do të thojë që është një natë plot me ngjyra, miqësi dhe dashuri. Ky është informacioni. Do falenderoj. Po, Shqiponja, është rradhë. Unë kam veçuar 10 simbolet kryesore të Halloweenit, me që përdoren shpesh, jo se nuk I din të tjerët, po për I kujtesa është gjithmonë e bukur, dhe është në ndihmë të atyre që ndoshta dhe nuk I din të tërë. Misri dhe gruri. Domethënia e misrit dhe grurit është e thjeshtë. Kjo vendoset në për shtëpia, sidomos. Festohet në vjesht, shënon fundin e verës dhe të korrurave. Misri dhe gruri janë simbole të ndryshme të agrokulturore dhe të ndryshimit të stinëve. Është simbol që përfaqëson fundin e verës, të korrurat, grurin dhe afrimin e dimrit. Ngjyra portokalli dhe ngjyra e zezë. Pra ngjyra e zezë si vendoset në berimanga dhe portokallia gjithmonë që tek kungulli. Ngjyra portokalli dhe ngjyra e zezë janë paraqitja e mëtejshme e periudhës të vitit më shumë se sa pjesë e mitologjisë Halloweenit. Ngjyra portokalli paraqet vjeshtën kur gjethet bien dhe ndryshojnë nga të gjelbta në të kuqëremta. Sipas traditës së festa shënon kalimin nga ditët me ndriçim në ditët e errta. E zeza me gjasa paraqet ditën e errët të dimrit dhe shkurtimin e ditëve. Merimangat. Në një festë Halloweeni do ketë patjetër figura merimangat të shpërndara kudo. Ëndja e përlhurës nga merimangat është një paraqitje natyrore e ciklit të jetës. Lakuriqtë e natës janë krijesa të natës, prandaj është dhe natyrshme që festimi I fundit të stinëve me dritë dhe fillimet e atyre me errësirë përfshin dhe lakuriqtë e natës. Për më tepër, lakuriqtë e natës janë pjesë e legjendave të ndryshme, sipas të cilave ata mund të komunikojnë me të vdekurit. Në legjendat e vampirëve janë pjesë e Halloweenit. Lakuriqët luajnë rolin e tyre duke qenë se vampirët mund të ktheheshin në krijesa më të ulët se lakuriqët. Të gjitha këto shpjegime bëjnë lakuriqtë e natës element të Halloweenit. Macet e zeza, sipas kulturave të lashta, besoj se gjatë natës Halloweenit, velindarës midis botës sonë dhe botës së shpirtrave është shumë I hollë. Fetet vjetra sugjerojnë që macet ishin rimishërimi I shpirtrave të njerëzve dhe se ato kishin aftësi të parashikonin të ardhmen. E tillë është fuqia supersticioze e maceve. Skeletët. Janë pra figurat që përdorim në Halloween të gjitha. I kanë dhënë nga një shpjegim të vogël, të thjeshtë, për mos të bërë e bezdisur. Skeletet janë simboli I Halloweenit, Kafka është simbol më shumë kulture, duke shërbyer si manifestim. Kafka dhe skeletet janë prezent në Halloween sepse reprezentojnë fundin e jetës me vdekjen e stinës së dritës dhe me perceptimin mbi lidhjen me botën e shpirtit. Fantazmat, duke qenë se në fillesat e Halloweenit festohet jo vetëm për fundin e të korrura, por dhe për atë që ka kaluar në mbretërinë tjetër, shpesh quhet festivali të vdekurve. Ideja e fantazmave sugjeron që Halloweeni është nata ku shpirtat e të vdekur janë në gjendje të ecin mes të gjallëve. Për më tepër, në kuptimin modern të Halloweenit, fantazmat janë element shtesë për të kujtuar ose krijuar një atmosferë të nderë dhe të frikshme. Maskat dhe kostumet. Në fakt, çdo të ishte Halloweeni pa kostume, dhe duke veshur të tilla kostume, siç lexova më sipër, është për mirë të pretendosh se je dikush tjetër. Kostumet për Halloween janë të ndryshme. Shtrigat. Cili është kostumi më I preferuar për vajzat natën e Halloweenit? Edhe sot simboli I një shtrige mbi një fshes në një natë me hënë është një ndër simbolet më tradicionale të Halloweenit. Kaq shpresoj se kam sjellë gjën e duhur, më të zgjedhurat dhe t'jeni kënaqur fëmijë të dashur, edhe pse sot I din të gjithë këto gjëra që lexova. Faleminderit. Shqiponja, më duket aty mbas errësirës, aty më duket sikur mbas teje, se çfarë është mbas teje, një fantazëm.
Një Mos haro, unë jam shqipoj. Unë jam shqipoj, i ka fantazmën. Dhe tani Unë e ka fantazmën. E sa ja ty, e mbaj për vete. e shikon pra që shumica e njerëzve nuk besojnë në fantazma, jo më të kenë frikë. Kështu që ja lëm rrallën Sindi të Nuk sjellë. është që shoj e thëna me të parën, se të dalë tani një fantazm që ja tëndi atë në balkoni, pa që sa frikë kam unë. Iki me vrapur apo siki? Dëgjoj, do mendoj se është Halloweeni. Ka ardhur në njëra djafusësh me shpull. Po ma futi, mirë ja vosa, po ma futi. Nuk duhet të dal nga tema, por duhet ta bëj edhe pak të fryse këtë emision. Patjetër, ne tu jemi strikte të rinë kështu serioz. Shqiponja, kur dolën në fillim fare ato plaku i vitit të ri, okay? I ngjisnin nëpër balkone. Shumë hajdutli që u bën atëherë dhe asnjëri nuk shqetësoi që shikonte ti kë, sepse mendonte që ishte një maskë që ishte për zbukurim. Dhe shumë hajdutli që ndodhen në atë periudhë. Kështu që edhe tani rralla e Sindit. Po, unë do të lexoj një vjesht tjetër. Halloween. Sonte, këtë natë ka nisur të gjëmoj. Tutje horizontit ka nisur të nxjinë. Koha është e ftohtë, janë ndërruar stinët. Në qiellin e largët, po vinë Halloweenët. Sonte shiu bie mbi tokë e mbi varre, të vdekur që mblidhen këtë natë të madhe. Nën flakën e zjarrit të zënë dorë për dore, me zbritma shtërbimi, kërcejnë, hedhin valle. Sonte janë një, të gjallë e të vdekur, kërcejnë rreth e zjarrit mbi flakën e thekur. Shpirtra që u lërasin e që therin natën, maska në për rrugë që të kallin datën. Sonte shpirtrat janë të plot pushtetshëm. Përçojnë mesazh të jetës së përjetshme, që përtejshme, dhe unë bashkohem me ta dhe maskën mbaj, vetëm për sonte, se nesër jeta ndjek radhën e saj. Faleminderit. Wow, sa ambëlesove, edhe pse ishte me fantazma me të vdekur. E bëj tëmbël me vërtet që do thosh edhe unë, sa më leso dhe se do të frikshme. Po Margarita. Shumë e Margarita ka ndër mikrofonin. Mikrofonin. Ja japun tani. Besoj dëgjohem tani, apo jo? Kam përgatitur unë një vjesht të shkurtër për Halloweenin. Natë Halloweeni. Në drita qerish dhe nata qesh, me maska e hije në tingu i resh. Fëmijët me torba në porta trokasin, kërkojnë ëmbëlsira, të gëzuar flasin. Strigat fluturojnë në fshes në dorë, fantazmat e heshtura së bashku vallëzojnë. Tinguit e natës në ajër fishkëllejnë, misteret e shtrigave gjurmë pas lenë. Një kungull ndriçon me sy të ndezur, nata e frikshme s'është për të trembur. Se mbrëmja sjell magji e gëzim, është festë e bukur, është Halloween. Kjo ishte një vjeshtje e shkurtër për Halloweenin. Bravo, shumë e bukur ishte. Të gjithë shikojmë anën pozitive. Sindi, mund të vazhdojmë me mesazhet, të lutem. Po. Paula Murçëdeni, jeni të mrekullueshme. Të falenderojmë. Mimoza Maria Ajdoni. Urimet të përzemërta emisionit ton të dashur. Shumë falenderit. Suzana Vangeli. Përshëndetje, emision të mbar. Të falenderojmë. Leandri Zemalaj. Bravo për emisionin dhe për informacionin për këtë fest pagane. Suksese ju dëshiroj. Të falenderojmë. Shef Lir Partizani. Shumë emision interesant. Urime. Të falenderojmë. Indra Dedja.
të përgëzoj Leandra Dedja. Të falenderojmë. Ne ju falenderojmë të gjithë ju që na ndiqni, uleni dhe ja kushtoni emisionit të fëmijëve dhe shpresoj bashkë me fëmijët tuaj në divan, në të dielën e ngrohtë dhe të qetë. E sidomos tani në dimër. Ju falenderoj. Uroj që të keni një javë të këndshme, një vazhdim të mbarë të javës. Ju falenderoj dhe të gjithave ju, përveç atyre që kanë komentuar, që jeni gjithmonë, bëjmë gjithmonë si një unaz në këtë emision për të sjellë pjesët më të bukura që neve organizohemi gjatë javës. Jemi në fund të emisionit, kështu që ju lë rrallën të përshëndetsni. Ç'to themi? Miru takofshim emisionin tjetër. Natën e mirë të gjithëve. Natën e mirë. Mirë. Leandra kishe një poezi tjetër apo jo? Po, dhe diçka, dhe një poezi tjetër. Me kënaqësi do të kishim dëgjuar. Në rregull. E mbyllim me Leandrën. Patjetër. Në një natë të zymt dhe të errët, një kungull buzëqesh, i ndritshëm dhe i gjallë, me një fytyrë të këdhëndur me kujdes, ai rrezaton gëzim nëpër natë. Me sy të mëdhenj dhe buzëqeshje të gjerë, ai shkëlqen si një yll në errësirë. Një shpirt i ndritshëm në një formë kungulli, duke ndriçuar rrugën për ata që enden. Nëpër lagje, fëmijët vinë me kostume të çuditshme, të lumtur për të parë, dhe zhako oltarënt, të lumtur me një buzëqeshje të gjallë, i mëpret të gjithë, duke dhënë një natë të paharrueshme. Kështu që në këtë natë le të shkëlqejë drita e zhakut, një simbol i gëzimit dhe argëtimit për të gjithë të rinj dhe të vjetrit. Ju përqafoj fort. Ju përqafoj dhe unë tjetër. Leandra dhe Cindy, do t'ju lutesha që çdo emision t'ju shikoj të pikturuara kaq bukur dhe me art dhe talent. Faleminderit. Natën e Halloween për dite. I duam me trëndafila herës tjetër. Sigurisht. Natën e mirë dhe javë të mbarë. Kura djela vjen për alla qikojnë në divan në gjen, si zogj në fole, në botën e fëmijëve, rrethuar plot magji, ku zërat kumbojnë talent dhe dashuri, të veçën të mëdhenj, të gjithë jemi fëmijë. Ora e për allave na sjell veç nostalgji, gjyshërit në prehër na ulin dhe tregojnë për alla që dikur nga gjyshërit kujtojnë. Jene djela vjen, dimër dhe behar dhe buzëqeshje sjell, si